të kushtet. Kur pritej të diskutohej për raportin e vlerësimit të standardeve të shtetit ligjor në Shqipëri dhe luftës kundër korrupsionit, numri vendeve që u shpreh kundër votimit ti u mbi dyfishue. Nga 4 u bën 9 dhe ne ju kishim parajmëruar për këte, ju garantoj se herën tjetër do t'jenë 13. Tymi opozitës shtohej me takimet e Bardhit dhe Tabakut në Bruksel, të cilët përpiqeshin me direktiva doktorit të tentonin bllokimin e IBAR, por kur IBAR u miratua, Berisha nisoi dorëzimin. Fillimisht deklaroi se raporti është ndryshuar dhe Shqipëria ka marrë karton të kuq. Raporti i finalizuar i paraqitur me 2 shkurt në pozicionet e përbashkëta që paraqet me 21 maj ka pasqyruar me vërtetësi problematikat madhore të regjimit Edi Rams. Por të hënën, një ditë para uljes së Shqipërisë në konferencën ndërqeveritare në Bruksel pas miratimit të IBAR, doktori pranoi se raporti u miratua. Natyrisht, ndokush mund të pyes, po pse atëherë u vendos të kaloj? Po, ka një faktor gjeopolitik dhe ky rajon do t'i përkas Bashkimit Evropian e kjo është një vlerësim i jashtëzakonisht i drejtë, historik dhe me interes shumë të madh për kombet tona. E vërteta ishte se raporti i IBAR nisi të shqyrtohej në muajin mars dhe në Bruksel u ndoq thjesht procedura teknike prej 3 muajsh, mbledhje pas mbledhje, për të formuluar dhe dakordsuar një raport të përbashkët në mënyrë që të kishte konsensus edhe nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, pa ndonjë surprizë apo qef mbetje në fund. Megjithatë, tymi për bllokimin e integrimit i vlejti pak doktorit për të mbuluar sadopak rikonfirmimi në garën me veten në referendumin e Partisë Demokratike. Tani ka vetëm një test. Partia Demokratike ka nënshkruar rezolutën për integrimin evropian të Shqipërisë, bashkë me Partinë Socialiste, duke u zotuar të sillet normal në rrugë dhe në parlament. Në pritje protestës së radhës, Berisha duhet të zgjedhë edhe flamurin me të cilin do të protestojë. Amerikani mban non gratën, Europiani kalon raportin IBAR, kurse Gjermani nuk i pranon Molotovët. Flogert, është e pabesueshme se si është një si edhe politike që e ka karakterizuar për 35 vjetës, por është e pabesueshme që nuk ndryshon fare metodologjinë. Po ndoshta i funksionon me ata që ai ka audiencë synuar. Se varet çfarë audiencë synuar ke. Me audiencën e synuar që ai ka, besoj se është narrativa e duhur. Okej, mund të jetë 23, mund të shkojë 18, 15. Do mbesi dyti. Domethënë këtë besoj se do e japi dhe Rama i dorë një moment që të mbesi i dyti se aty duhet. Por ajo që është interesante dhe që është një dezinformim i vazhdueshëm dhe këtu e kam kritikën për veten, po e nis nga vetja dhe pastaj te mu mos e kalo. Jo, po e përhap. Te mua mos e kalo. Jo, ka një gjë sokol. Ne ngatrojmë shpesh dhe themi që këtu kemi të bëjmë me një problem me IBAR-in, thoshte opozita dhe disa media, që nuk kalohet IBAR-i, së është çështja X. Në këtë rast ishte çështja Balluku. Ishte çështja Tahiri që nuk na hapte negociatat, iku Tahiri, prap Macroni kishte zgjedhje atje dhe nuk u hapen negociatat. Pasi u fituan zgjedhjet, u hapen negociatat. Dhe kjo narrative përdorur bie në qoftë se gazetarët ose vullneti për të bërë media të drejtë dhe të vërtetë hyn dhe lexon kërkesat dhe pse janë kundër për shembull disa shtete. Për shembull, nuk kishte të bënte as fare me historinë e SPAK-ut dhe hetimet e tij, fakti që Greqia të fut një stërkëmbësh dhe ka i kërkesë për minoritetet, për pakica. Pastaj Austria të thotë për një muhabet tjetër, pastaj një shtet tjetër. Pra, po të lexosh arsyet aty nuk është arsye individi. Unë isha në Bruksel. Kisha dhe një bashkëbisedim me disa eurodeputet, ndërta një bullgar që kishte që nga 2009. Dhe pyeta në studio, është çështja filan?
është personi, nuk ka të bëj fare, tha, çështja e individëve. Pra, çfarë bëhet në Tiranë, është që doktori bën atë që duhet bëj. Ai është politikan, do e hedhi topin në një pjesë të fushës, kush e ndjek, e ndjek. Problemi është që këtu ne... E ndjekni të gjithë. Po e them për vete unë qketi, do po e marrë unë kusurin. Se sigurisht që ata që në ndjekin e din kush bën, çfarë bën secili. Por media, dhe këtu duat ja vë këtë faj medias, se politikës nuk diskutohet, nuk me ti mere, dakor, po mere verifikoja. Po nuk e verifikojnë më zotëri. Do më thonë, ata dalin dhe thot doktori atje është çështja filan, dalin të gjitha dhe thonë është çështja filan. Jo të gjitha, pa tjetër, po dalin... Me gjatë, bëjmë pyetje që mësumin ko me doktori është kohë humbur. Sot pash gazon Po Barni... jo është një betejë, më falë, vetëm të doja ta thoj. Ka një betejë teknike dhe një betejë politike. Teknikën sigurisht që dukshëm Shqipëria, dhe unë kam komunikuar me njerëz në qeverinë e Malit Zi, që thonë tani, që Shqipëria nga ky moment që miratohet i pari, do na parakaloj. Malazezët thonë, shqiptarët që janë qeveri atje, thonë që do na parakaloj Shqipëria. Sepse ushtria dhe ca punë që ka bërë Shqipëria për para se të bëj i bari, ne jemi mbrapa. Kjo është një gjë, ama lufta politike, se nuk është vetëm teknik. Po sigurisht, fund fare është politik. Lufta politike është fituar sërish nga Edi Rama dhe me mënyrën e tij, dhe Rama nuk ndryshon. Pra çfarë bën? I lë të degradojnë kundërshtarët duke thënë ja nuk u bë, bllokua integrimi, iku i bari na... Dhe e paralajmëroi shkreti tha, prisni ta se të ndodhi ta se me borën e paqes. Ndihmon pra në një herë doktorin, ja hedh një dorë, po tani është me moshë kjo punë, dhe vjen prap momenti tani që ai shkon atje, ulet me ata. Një pyetje shpejt që kam edhe për ty dhe për Platorin, se po e bëjmë me Platorin. Plator, sot pak dëgjova që Kryegrupit Parlamentar të PD-s ka propozuar 3 ligje të reja. Kur pash të mu duk prap një përpjekje tjetër për të filluar një tjetër cikël debati, tashmë prap duke përdorur integrimin, duke përdorur gjëra idenë konsensualiteti etj, pra sikur hidhen 3 shashka të tjera për ta ndjellur sërish qeverinë apo mazhorancën në një përplasje, ndërkohë që rezoluta e famshme flet që kur vjen puna e integrimi do bëjmë gjithë dakord. Shiko, është tjetër gjë çështja për ta përfshirë vetveten, sepse